E pësojnë të gjithë, e pësojnë edhe ku po duket sot kjo gjë, të braktisja e vendit. Shqiptarët po ikin me qindra mira, nuk duan të ikin. Të gjithë duan të jetojnë në vendin e tyre, pranë familjeve tyre, me miqtë e tyre, nëse do të sigurojnë mundësitë e një jetese dinjitoze dhe të drejtave thelbësore të njerëzit. Po ikin se këto gjëra nuk sigurohen, janë rrezik. E gjejnë protestën duke ikur, dhe këtu duhet të ndryshuar, duhet të kuptuar qartësisht që ikja krijon një hapësirë bosh, që ky regjim kërkoi ta mbushë me njerëz të tjerë si bujkrobër që vinë nga vendet e largëta, së cilët as protestojnë dot, as votojnë dhe i përdor si bujkrobër. Pra kërkohet, unë mendoj, një analizë e thellë dhe një koshiencë, një zhvillim i koshencës demokratike qytetare në tërësi. Zoti She, si ju duket ministre e re e shëndetësisë, me që e keni drejtuar atë dikaster? Është premtuese se situata mund të ndryshojë aty, duke patur parasysh backgroundin e saj akademik? Unë e njoh atë doktoresh. Okej, nuk kam asgjë për kapacitetet e saj profesionale, për fushën e saj teknike, të aplikimit. Okej, unë e respektoj për ato që ka arritur në studimet e saj. Por ka një gjë. Reforma shënsi është një reformë shumë komplekse. Reforma një shënsi është reforma më komplekse dhe më sofistikuar që ka bërë njeriu, si thot Parlamenti Evropian. Dhe nuk është reformë e një njeriu, është reformë e një vullneti politik. Reformat e mëdha janë vullnete politike, janë reforma politike dhe shënsia ka nevojë për reforma politike, jo teknike. Mund të zgjidhësh një shërbim me nivele teknike, mund të zgjidhësh vende në dy metoda e treja mjekuse me nivele teknike, por reformat kërkojnë vullnete politike dhe involvime politike, kërkojnë që nga krijimi, forcimi i shtimit buxhetit, që nga krijimi dhe vendosja kushte sistemi që do dominojë Shqipëri, sistemi i sigurimit shënësore, sistemi miks, sistemi i ushqimit nga buxheti i shtetit, që nga autonomia spitalore, çdo bëhet me kujdesin parëshor, si do të mbështeten shtresat në nevojë, si do të forcohet asistenca, janë shumë komplekse. Dhe kërkon pra në këtë mënyrë një vendishmëri politike, një vullnet politik qeverisë në tërësi, që mungon këtu te ne. Këtu mungon, këtu nuk ka vullnet politik të qeverisë. Përkundër ekzistoni vullnet politik i qeverisë për ta lënë në degradim sistemin shënësor. Dhe fakti që ti je në buxhet 2.1% të prodhimit bruto si buxhet shtetëror dhe plus 0.8 nga sistemi i sigurimeve, nga kontributet direkte, 2.9 i marrim dy bashkë, që janë në nivelet më të ulta të Europës, shumë më diferencë nga tjerët, tregon që s'ka një vullnet politik. Pra nuk është çështje e një specialisti, sa do i mirë mund të jetë në fushën e tij. Tu kërkohen vizione politike, kërkohen vullnete politike të qeverisë, të gjithë bashkë. Reforma shënsi kërkon involvim që nga Ministria e Financave, që nga Ministria e Arsimit, që nga problemet e Ministria e Shënsisë, që nga drejtuesit e qeverisë që mungon krejtësisht Shqipërisë. Shqipëri ka një talli me sistemin shënësor. Ky kryeministër e filloi para disa vitesh, para në 2013 kur erdhi, me parullën shënësia falas. Kjo ishte apo jo? Slogani. Ku jemi sot? Sot jemi në sloganin e ri. O paguaj of this. Sot po s'patë para, i destinuar të vdesë edhe për urgjencat mjekësore, të cilat i përjeta për vdekje, që bëhen vetëm të privati, nuk bëhen të publiku dhe nuk rimbursohen kur bëhen të privati. Krim antikushtetues kjo. Edhe kjo është antikushtetuese, se kushtetuta thotë qartësisht që të tilla gjëra do mbuluar nga shteti, nga buxheti. Pra, sot jemi në këtë nivel, o paguaj of this. Sot kemi një moment ku Shqipëria është abandonohet nga mjekët. Jemi numrin më të ulur të mjekëve në Europë. Jemi 1 mjek për 1.000 banor. Sot kërkesat për shëndetësi, për fakultetet shëndetësisë kanë rënë 40% si pasojë e politikave thellësisht antidemokratike, krejtësisht bujkrobrike, që bëjnë me studentët e mjekësisë duke mbajtur 3 vjet peng diplomën kur s'ka si të drejtë as kushtetuese. Keni shpresë që mund të ndryshojë diçka? Unë kam shpresë që ndryshoj Shqipëria në tërësi. Jo, po nuk shikoj, unë do jam shumë i sinqert. Po nuk ndryshoj, po nuk ra ky regjim. Po nuk u krijuan politika të tjera për qytetarët, pranë qytetarëve. Ska sikush vjen në krye të atij dikasterit. Absolutisht, asnjë vlerë s'ka, nuk ndryshon asgjë. Mund të duhiten ca fshekzare, por në esencë nuk ndryshon asgjë. E kuptoj. Jeni të bindur për të gjë. Unë sot ngrita në komision për shembull parlamentar, se unë jam në 2 komisione edhe të jashtme të shëndetësisë, një çështje tjetër. Sjellin një ligj, sjellin një vendim në komision dhe komisioni nuk ndryshohet as e presje. Deputetët e majorancës kanë frikë të lejojnë të ndryshohet një presje. Po nuk bëhet reforma shënësore pa një kompromis midis majorancës dhe opozitës. Pa një diskutim të hapur të ligjeve, të vendimeve, të çdo gjëje, politikave në parlament. Pra, këtu ekson një frikë e madhe nga debati. Këtu kur vjen
Biblia apo Kurani në komision që s'mund të shohë asnjë presi. Pra, kishte nevojë ky ligj të ndryshohej se diçka dhe të gjitha ligjet. Po thoni që duhesh pra, kjo qeveri nuk lejon asgjë. Sepse nuk do. Për çfarë ligji bëhet fjalë? Për të ligjet kanë ardhur deri më sot. Asnjë presi s'ka ndryshuar deri më sot në Komisionin e Shëncisë. Për 4 vjet kaluara. Në ligjet kanë ardhur asgjë s'ka bërë. Pse? Sepse këta nuk duan gjë, nuk duan përmirësime. Këta duan ta mbajnë statuon kështu, njeri të shtypur, në varfëri, të diskriminuar, me një shërbim shënësor të rreckosur, por ama që mbahet gjallë deri më sot vetëm nga puna, vetëm nguhse mjekëve, e personelit, të cilët unë i përshëndes, se realisht kanë aftësitë e tyre, përpiqen të ndihmojnë njerëzit, por sa për politikat, absolutisht jo, dhe shënësia, reforma shënësore do politika. Prandaj unë jam krejtësisht pesimist, dhe them qartësisht që nga çdo gjë që duket, dhe ky 4 vjeçar duhet një dështim tjetër i plot, edhe në qeveri, edhe në fushën e sistemit shënësor, siç ishin gjithë vitet që nga 12-ta, 13-ta kur e filluan me shënësinë falas, dhe sot kemi arritur te shënësia o paguaj o vdis. E kuptoj. Departamenti